E kanë gjithë zemrën e mirë. Si po ndihesh ti? Unë ndihem shumë mirë. Gjiko, të kuptojmë, je person publik, vjen pas një periudhe të përjetuar nga ti, pas shumë përfoljeve, pas shumë presioneve, dhe opa, lajmi i gëzuar. Si po ndihesh ti? Pyetje shumë e mirë, faleminderit që ma bën këtë pyetje. Ndihem shumë mirë Resul, jam, si të thash, e kompletuar. Ndonjëherë jeta i ka sfidat e vetat, ka fazat e veta, qoftë në anën profesionale dhe personale, që ndonjëherë ka ulje ngritje, por në fund gjithmonë duhet të qëndrosh pozitive, t'i shosh situata, domethënë jo si humbje, por t'i mbjetosh, domethënë ta mbjetosh, vetë kemi lind, vetë do vdesim. Edhe unë gjithmonë thëmë, hej, unë do t'a motivoj vetën. Nëse diçka, një projekt nuk ecë mirë, një martesë si të une nuk ka ecur mirë, nuk do me thonë që nuk do ecë mirë në të ardhmen. Po duhet të mësohesh, të marrish energjin edhe të e kalosh gjitha sfidat në jetë. Ama eksperienca e një martese që përfundon divorç sigurisht që të bën të mendosh shumë më gjatë, kjo është e vërtetë. Kur e merr vendimin, të analizosh shumë më shumë, dhe kjo fazë sigurisht ka qenë për ty shumë e turbull kështu për me reflektu. Çfarë ndikoi që, okay, the edhe i herë, po e nisi këtë rrugë? Domethënë, une jam aq e kompletuar me vetveten Resul, aq kam punuar gjatë viteve me vetveten, sa që une kam nisur të dash vetën njëherë. Një kohë ka qenë në periudhën time, në të kalumen time që e kam haruar vetën. Ka qenë gjithmonë fokusi dikun tjetër, s'ka qenë fokusi të une. Edhe kam ardhur një moment që kam thënë vetës, hej, afrona stop, do e marr vetën, dua vetën prapë. Sepse një kohë e kam haruar pak vetën. Jo pak, po pak si shumë. Dhe kjo është një gabim që bëhet. Edhe kjo është një gabim që bëhet. Qoftë edhe në martesë, edhe nëse nuk je martuar, se nuk je partner në jetë. Duhet njëherë ta duash vetën, por mund ta duash dikën tjetër. Domethënë, për mua ka qenë shumë e rëndësi kjo kohë, Resul, të merre me veten dhe të vimi me një pikë që të jem gati të lidhem me dikën dhe ta ndjej atë dashurinë përsëri. Sepse unë humba një kohë, domethënë, nuk dinja as të dashuroj. Edhe kjo ishte ajo faza që më nevojitesht e mua, dhe mora atë kohën, sigurisht. Dhe tani jam aq stabile, domethënë me veten, aq kam ardhur me një pikë në jetë që e dua qetësinë shumë, e dua ta ruaj lidhjen edhe gjërat të mira që më rrethojnë, qoftë puna, qoftë i fejuar tani, dua ta ruaj këto. Ma përpara kur e krahasoj veten tani para 10 vitesh kam qenë shumë ndryshe. Çdo gjë kam postuar në Instagram, kam treguar, kam folur haptas, por e kam parë dhe me kohë që nuk është mirë gjithmonë të jesh shumë e hapur. Kam thënë vetës, hej, afrona stop pak, se nuk është që secili nga këto persona që i rrethuar ta dojnë të mirën. Këtë e kam mësuar me kohë, pastaj e kam pasë, okay, nuk do me thonë, nuk është bota ashtu, se thuhet, aq si e shoh une. Unë jam rritur shumë me një frymë pozitive, Resul, shumë. Unë s'kam ditur asnjëherë të xhelozoj ose të flas keq për dikën, se s'ma kanë mësuar prindët e mi. Do me thonë, unë jam rritur me një frymë shumë pozitive. Edhe pse nuk e kam patur unë lehtë, do me thonë, se kam patur edhe në kalumen, se kam patur një jetë të lehtë, po prapë gjithmonë kam qëndruar pozitive. Edhe kjo ndoshta më ka lënë ose më ka jep mua shumë në jetë. Edhe mendoj që gjithmonë duhet të merresh me vetveten, ta duash veten, që të vish me një pikë në jetë që t'jesh i... Kjo periudha e ringritjes, e rigjetjes vetës, e gjetjes së dashurisë, përsëri për vetën, si ishte për ty, kush të qëndronte afër, si e kaloje, çfarë bëje me vetën? Pyetje mirë, une kam bërë shumë, domethënë, gjë që më kam bërë më të ndihem mirë. Domethënë, qoftë sport, qoftë edhe të dalë me shoqëritë që janë, që pastaj duhet flasi për atë shoqen, që gjithmonë kanë qëndruar afër, momente më të vështira, e sheh kush është shoqja, kush është shoqja e vërtet. Do më thonë familja normalisht që më kanë qëndruar gjithmonë afër, të gjitha vendime që i kam marrë, asnjëherë nuk jem paragjikuar. Kjo ka qenë shumë rëndësi për mua.